Sot ka nisur aplikimet për skemat mbështetëse në bujqësi. Ministria e Bujqësisë në të gjitha zyrat e drejtorive bujqësore në të gjithë vendin ka nisur udhëzimet dhe nga sot deri në fund të majit skema do të jenë të hapura për aplikim. Në ndryshim nga viti i kaluar, nisja e aplikimit për skemat mbështetëse në bujqësi nuk ka patur fluks fermerësh. Kërkesat shtesë në skem kanë bërë që fermerët të sorollaten zyrave të drejtorive të bujqësisë dhe zyrave të pushtetit vendor. Erdhëm tani këtu, interesum pyetëm dhe marrim dokumentat. Do dhe një vërtetim për plehun për farat, do shkoj dhe atje të i ti marë, e të vitë për pratë. Si çdo vit dhe këtë vit, po vetëm kishe një ndryshim, duhesh një faturë tatimore nga marrja e farave ose të plehut, dhe vetëm kaq. Pak vonesa nga sistemi, sepse dihet se ditë e parë sot aplikimi kishte ngarkesë dhe na shtuar që duhet faturat e plehut, këto pesticidet e tjera, këto gjëra kështu. Disa shtesa kot. Po, e gjithatë e mbaruam. Aplikimet janë hapur dhe në ndryshim nga viti i kaluar kërkohen dokumente shtesë për të vërtetuar se vërtet punohet toka për të cilën aplikohet apo dhe për skema të tjera. Ndërkohë Agjencia Rajonale e Ekstensionit Bujqësor Lushnjë ka hapur pika aplikimi jo vetëm në Lushnjë, por edhe në Divjak, Tërbuf, Kolonjë, Krutja, Allkaj, Fjershegan e Dushk për të shërbyer fermerëve në këto njësi administrative.